Keni paraqitur sot në këtë parlament raportin mbi integrimin në Bashkimin Evropian, i cili nga alfa tek omega, nga fjale e parë tek fjale e fundit, është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë të rëndësishëm për shqiptarët, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci, keni renditur vendime, qeverie, tjere me radhë. Kurse, për sa u përket performancës, të gjitha janë trillime. Të gjitha nxirren nga një figurë, nga Edi Rama dhe Lubia. Çoje ku të duash ti atë? Që të kapë edhe ty për si sklav. Pa jo mbetet krye hajdute e shqiptarëve pas Edi Ramës. Dhe tani, raporti nuk miratohet. Raporti duhet lexohet këtu dhe mbi bazën e raportit të lexuar të Këshillit Ministrave të bëhen diskutimet dhe pastaj të votohet rezoluta. Ju krijoni agjendën si mas qefit tuaj, po nuk është kështu. Si ka mundësi të diskutojmë për një raport që nuk e din qytetarë se çfarë është? Pse ja u fshini qytetarëve raportin ju? Pse ja u fshini qytetarëve raportin? Cili është? Sepse keni mbushur me mashtrime, të dashur qytetarë, e kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit. Skandal! Nuk arrini gjerë këtu. Keni detyrim ndaj qytetarëve të dalë këtu, të lexohet raporti, me qenë se përfundoni ju lutem. po tani, si të përfundoj unë, kur ju kërkoni të diskutohet për një raport që nuk din qytetarë se çfarë është? A e mendoni ju se çfarë kryeni këtu? A e mendoni? Si mund pranosh ti një gjë të tillë, zoti kryetar? Të flasit për integrimin, një raport të tërë dhe s'ke një fjalë, qytetarët nuk dinë ç'është thënë. Çfarë jeni ju, a më thonë? Shpel mafje? Po. Dhe ju që po më shif atje do të bëj një pyetje këtu. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është? Cila është arsyeja? Përfundoni ju lutem. Atëre për të qenë korrekt me rregulloren për informacion dhe transparencë për gjithë deputetët, deputetët dhe qytetarët natyrisht, neni 103 fraksion 1 i rregullores pika 3 thot, pas depozitimit të raportit, kryetari i kuvendit ja dërgon menjëherë Komisionit Përgjegjës për shqyrtim. Komisioni organizon seancë dëgjimore për shqyrtimin e raportit dhe në përfundim harton projekt rezolutën që ja paraqet seancës plenare. Pika 4, kuvendi organizon një seancë me debat dhe në fund të saj miraton rezolutën përkatëse. Pra, raporti lexohet, diskutohet në komisione, këtu paraqitet rezoluta. Do të kemi 5 orë në dispozicion,
për deputetët, për të diskutuar, për të mbajtur. Dikush mund të jap opinionin e vet, dikush mund të lexojë pjesë raporti nëse dëshiron. Kjo është në zgjedhjen tuaj. Ka një replik nga Zonja Spiropali? Zonja Spiropali. Sali je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh, edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Po sot për sot, kontradikta e thellë të qenurit edhe denoncues, edhe garantues, nuk ta jep të drejtën të flasësh dhe i jep qytetarëve të drejtën të mos të besojnë.